Përshëndetje, mirë se erdha në kanalin ton Kriptovaluta Shqip. Ne do të vazhdojmë me teknikën tonë Dollar Cost Average ose DCA në Bitcoin. Çdo javë kam vendosur që të investoj $60 në Bitcoin. Pavarësisht çmimit, Bitcoini a ka ra $70, ka shkuar $300 ose është $100,000, unë kam vendosur që Dollar Cost Average teknikën të praktikoj për 50 javë, çdo javë $60 në Bitcoin. Dhe mas 50 javëve do të shohim rezultatin ton se çka ka ndodhur, a jena në fitim ose në humbje. Siç e dini, unë çdo herë investimet i bëj në MEXC, për arsye se në MEXC keni 0 provizion shitje dhe blerje, nëse regjistrohen nëpërmjet linkut që keni ndër video. Për këtë arsye, unë po shkoj dhe blerjen e bëj në MEXC, jena këtu momentalisht në MEXC dhe muina me po që Bitcoini ka një rrëmje $79,300. Ka disa arsye se Bitcoini ka pasur rrëmje, çfarë nuk do të diskutojmë për arsye se pse ka rrë Bitcoini, por do të vazhdoj me Dollar Cost Average dhe këtu jena në Bitcoin dhe do të shkruajmë $60. Do të shkojmë në Buy Bitcoin dhe mëjnë me po që order successful dhe me thonë që order jonë ka kaluar me sukses. Dhe këtu në order history mëjnë me po këtu që Bitcoini, orderi Bitcoinit ka kaluar me sukses dhe blerja për $60 në Bitcoin ka kaluar me sukses. Dhe çdo javë do të vazhdoj me këtë blerje. Çdo javë të hënë. Mos harroni të ndiqni kanalin tonë në YouTube, të bëni subscribe dhe më na prakro me një like për algoritmin YouTube. Faleminderit dhe mirupafshim te videon e radhës.